Në Vlorë ka nisur vaksinimi i popullatës me vaksinën antigrip, e cila bëhet falas në çdo qendër shëndetësore në qytetin bregdetar. Me 10 qytetarë të Vlorës janë dyndur këtë të premte për të bërë vaksinën kundër gripit në disa qendra shëndetësore të qytetit. Të parët të cilët janë më të interesuar për të bërë vaksinën janë ata që, si shtregojnë edhe vetë, kanë probleme shëndetësore, të kategorizuar sipas mjekësisë si të sëmurët kronik, për shkak të problemeve të vazhdueshme në shëndet, me të dëgjuar lajmin, siç pojnë edhe vetë, kanë shkuar edhe nga Afrika, pa siguria që kanë për shëndetin të kryen këtë vaksinë. Ata thonë se për bërjen e vaksinës kanë dëgjuar lajmin edhe në televizionin 6+ Vlora, por gjithashtu i kanë lajmëruar edhe mjekët e qendrave shëndetësore për të shkuar aty. Për vaksinën tregojnë se ofron mbrojtjen e duhur për shëndetin, teksa të gjitha ata të cilët e kanë bërë çdo vit thonë se për shkak të saj gripi stinor tek ata lë gjithmonë dhe më pak pasoja. Pore, po e bëjmë. Jo. Po jo, të gjitha që dalin që jep mjekësia ne e bëjmë, jemi të rregull shumë. Nga frika shëndetit, a? Po patjetër, pastaj kot nuk i nxjerr ai. Ka ofron mbrojtje? Po, them se po. Po vit për vit. Është e mirë si e vlerëson. Po patjetër që po. Të mbron shëndetin? Po më mbron. Shumë ka zënë gripi kur, ka edhe mua dhe grua ka një 5-6 vjet. Sa di vitesh që përsëri? Vit për vit. Vetëm korona mua e grua më nuk na, si me thënë, nuk na dëmtoi shumë. E bën dhe të koronës, a? Po atëre bëm, atëre. Tani jo më, a? Ai ku ajo. Po për gjilperet edhe gjilperet vaksinën e bëm, po da dolla dhe shtu. Vaksinën antigripi ka. Vjen e bën çdo vit? Po, unë e bëj për çdo vit. E bëj se kam e gjëple vit, qysh kam qenë ushtar, 65 kam qenë ushtar, koç edhe kam heqë, bile kam qenë ishte më shumë. Që nga një vit e ka kap frika. Ka kapë frika. Vazhdimisht se ku më zë gripi, po më zë gripi, më mundohë shumë, ha kolla si kolla parë thoshë, kolla miri thoshë, hani fëmijit, që bëni edhe mua më mundohë shumë, se kam heqë për vit të vjetër, kupta? Tërko, ofron mbrojtje kjo vaksinë? Po, sigur, afroni që nuk më mundohë shumë, do më thënë, po më zë gripi, e kaloj kështu nuk. Edhe më letë. E më letë. Njoftuan që kishin ardhur vaksinat apo? Në tha, e dëgjohan televizorin 6+1, që tha, kanë ardhur vaksinat ta, populli do të bëjë vaksinat, se lehtësohet e spitalit, nuk shtrojë shumë e ku dihun, po. E kam bërë. Ka ofruar mbrojtje për shëndetin, si e ke parë? Po tani unë kam 100 sëmundje në trup, qa do më bëja vaksina mua. Prap, nga frika shëndetit e bëndës. Ne e bëjmë se në ndihmojmë, se unë jam dhe azmatike, kam shumë lloj sëmundje, kështu që jam e detyruar ta bëj. Parandalon. Po. Rekomandote të tjerat e miqtë? Po. Ja, edhe kësa i thash gjithones që duhet ta bëj. Jo, do ta bëj. Por ka gjithashtu edhe të tjerë të cilët shfaqen ende skeptik. Ata e refuzojnë bërjen e vaksinës dhe gjithashtu thonë se nuk do ta kryejnë as të vit, madje nuk e kanë kryer as më parë. Të shqetësuar janë edhe për cilësinë e ilaçeve. Jo, nuk e kam kryer vaksinën e gripit. S'kam vajtur akoma. Ke frikë më duket, a? Po tani? Kemi të garantuar një të bërë jemi qiqer. E bën vit për vit. Brenda javës do palosemi një 10 ditë. Pse? Se ato ilaçe na bëjnë. Na me rimbulsim, thot ai për tensionin. Qarë është rimbulsimi? Beturina, mblidhe je po pleqe. Le që u ngërë pensionin kë, u ka ngrit pensionin edhe s'kan nevoj për gjërat tjera. Gjë të themi gjë, po vaksinë e gripit, është e mirë apo? Pleqeri vemi e bëjmë. Të mbron? Vallaj, unë e kam lënë 8 vjetë dhe nuk e njoh gripin. Ora një mbrojtje e ofron, no? S'kam bërë kur vjetë. Për vaksinën. Po në njoftuan këtu një mësmjekja. 18.500 doza janë në dispozicion të qytetarëve të Vlorës për të kryer si vaksina antigrip, mbrojtëset më të mira të shëndetin për gripi stinor. Nëse interesi do të jetë më i lartë, atëherë nga institucionet e shëndetësisë do të merren dozat e tjera të vaksinave.